bisedën këtu në studio. Poli, ky vendim është një vendim teknik apo një vendim politik? Dhe nëse është politik, është ndëshkim për qeverin apo për shqiptarët në tërësi? Shiko, kjo i ka të dyja. Njerë në radhë parë është teknik, sepse ne dim që ai ka një që e ka premtuar që në fushatën e tij, domethënë çështjen e emigrantëve, dhe nuk ishte kot ajo paraprirja e asaj listës se kush ishin vendet të cilat merrnin më shumë asistencë. Dhe Shqipëria ishte në një vend të lartë për hir të së vërtetës, rreth mbi 40%. Por çështja është edhe politike njëkohësisht, sepse po të shikosh në këtë rajonin tonë jemi vetëm ne. Domethënë vetëm Shqipëria, për shembull mungon Serbia. Është Maqedonia dhe Malizi. Është dhe Bosnjë-Hercegovina. Vetëm Serbia mungon. Gjithë tjerë janë vetëm Serbia. Po ta shikosh tek taksat, se me njëherë sa mori pushtetin Trumpi, shqiptarëve si në Shqipëri dhe në Kosovë, ju vuri taksat doganore më të ulta, 10% mos gabohem. Ndërkohë serbëve 35%, më të lartat nga më të lartat në botë. Pra, nuk është se po favorizon vuri 35% tërhoq investimi që kishin aty. Ky është një lajm që nuk është lajm i mirë për shqiptarët, sepse shqiptarët e kanë ëndër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kësaj parapriu dhe mbyllja e llotarisë amerikane, prapë ishte për gjithë botën, ose pezullimi më saktë. Çështja është që ka shumë shqiptarë të cilët bëjnë bashkime familjare, këto bashkimet familjare sillin pastaj futjen e asistencat e prindërve të njerëzve që janë në moshë pune. Dhe nuk e shikoj, domethënë, nuk e shikoj si ndonjë tendencë thjesht ndaj Shqipërisë, por e shikoj si nga ana politike e shikoj si një platformë që një kuadratim që i ka bërë platformës së vet ai një fram Trumpi, ku bashkëngjit luftën kundër vendeve të cilat kanë shtete të korruptuara, narkoshtete që mund të... Do flasim më pas për mesazhe, do t'i marrim të 3 mesazhe me radhë. Këtë e ndërthur gjithë vendet me demokraci të dobta, me ekonomi të dobta, po ta vësh re tjerë, në fund fare kanë një fill që i bashkon, që është dyndja e emigrantëve nga këto vende, që pastaj i ngarkohen Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një barë të rënd financiare. Kjo është që mund të talozësh ose ta nënkuptosh politikisht, kurse teknikisht dhe realisht është një çështje brendshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që po bën me emigrantë. Okej, Indrit? Trumpi po bën pikërisht atë që ka thënë gjatë fushatës zgjedhore, asgjë më shumë. Çfarë ka deklaruar që do bëj, atë po bën. Doli lajmërim nga Shtëpia e Bardhë, tha që është muaji i 10, më duket, që ka 0 kapje nga kufire dhe lirimi brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës. Domethënë lufta kundër imigracionit për Trumpin është prioritare. Domethënë nuk ka gjë më prioritare në administratën Trump se lufta ndaj imigracionit. Unë mendoj që ai lista e tregon vetë edhe prezenca e shteteve në atë listë. Aty ishte Brazili. Brazili është 300 ca milion banor. Më i madh se Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë është një nga vendet më të zhvilluara ekonomikisht në botë. Mos është vendim politik për Brazilin? Po, lidhet edhe me konflikti ka me Lulën e gjitha me radhë për Bolsonaro gjitha me radhë. Por, mendoj që edhe fakti që kjo është një lëvizje pezulluese është momentale, mendoj që do jetë pjesë e analize më të gjerë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai e ka bërë qartë, edhe zëvendës presidenti është akoma dhe më i egër se Trumpi në lidhje me luftën ndaj efekteve sociale në Amerikë. Ata janë të prirur, thotë, çdo taks që paguhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet vej për shtetës amerikanë. Dhe fakti është që ata sot nuk i cilësojnë më amerikanë, këta emigrantët ose këta personat që janë duke marrë dokumenta të rregullta qëndrimin në Amerikë. Ata nuk i quajnë më shtetas amerikanë. Qofse administrata Biden i cilësonte të gjithë të ardhurit, thoshin ju jeni amerikanë. Me atë më falni ndërpresin dritë, ka një gjë, sepse një nga ikonat, një nga njerëzit më frymëzues të republikanëve ka qenë Ronald Reagani. Dhe ai mbahet mend për një nga fjalimet e tij kur thoshte që mund të shkosh, thoshte, të emigrosh në Francë. Po.
por nuk bëhesh francez. Francez, po. Mund të shkosh të emigrosh në Gjermani, por nuk mund të krenohesh i jep britanik apo ndërsa kushdo thoshte që vjen në Amerikë mundet të thot krenarisht që jam Amerikan. Ka në bazë të krimin në ndërsa kjo ka një po duhet të themi diçka. Ka në bazë diet puritanizmi dhe këta që quheshin që kanë pelegrinët. Kjo është baza e Amerikës, domethënë që kanë qenë lëvizjet nga Europa, puritanizmit dhe pelegrinët. Kështu që problemi është që